Ky është Muzeu Etnografik i Gjakovës, do të thotë ky muze është themeluar do të thotë në vitin 1973, gjithsesi në vitin 1974 vetëm ka filluar me punu, por ka filluar me punu në një objekt tjetër ku është Kulla Abdullah poshtë drejt Muzeu Regjional i Historisë, por në vitin 1981 shtëpia e krajesinave dhe agjismalësve është çndruar do thotë në muze, atë ku komuna e ka ble dhe kanë kaluar në ambientin ku tash jemi, është një shtëpi qytetare, e cila prej vitit 1981 funksionon si muze. Muzeu Etnografik i Gjakovës do thotë është një muze i cili prezanton trashëgiminë tonë kulturore të kaluarën, zhvillimin e popullit tonë, të gjitha veshjet, të gjitha doket, zakonin, kulturën tonë, zejet tona, do thotë në katin përdes, do thotë kemi disa zeje, të cilat janë ende që kultivohen, disa që janë lëshuara, por bëhet një ekspozitë e këtyre zejeve që janë dhe mjetet punës të ndryshme. Mandej në katin e epërm, në katin e sipërm të objektit do thotë tregohen vetë mënyra e jetesës në këto shtëpi, veshje të ndryshme, është dhoma e nusës, dhoma e pritjes mysafirëve, mandej është dhoma e punës, ku prezantohen edhe me makinat e kepjes dhe veku. Mandej ka vitrina në korridor ku prezantohen veshje të ndryshme të regionit Gjakovës, siç është regioni Dugaxhini, të regioni Hasit, por edhe grave të qytetit edhe të burrave. Muzeu ka vizitorë, ka një numër të konsiderueshëm të vizitorëve, çdo vit rritet interesimi, hyrja është pa pagesë, tash varësisht prej plan programeve të shkollave, sepse vijnë edhe shkollat jashtë komunës Gjakovës, dikun rreth vjet ka qenë dikun rreth 3000 vizitorë, numri i vizitorëve, si vjet është pak më i lartë, domethënë si vjet vetëm gati e kemi arritur në muajin e 8 e kemi arritur numrin e 3000 vizitorëve. Për muajin, domethënë për 2 muajt e verës, që ka qenë koha bashkëadhëtarëve, ka qenë dikun rreth 1300 vetëm në atë kohë, ku kemi punuar edhe masdite. Dikun rreth 500 bashkëadhëtarë kanë qenë të huaj, kanë qenë dikun rreth 300 që kanë frekuentuar muzeun. Por kemi edhe vizita të rëndomta të studentëve dhe të nxënësve që vijnë, por edhe qytetarëve tjerë. Muzeu është i hapur prej orës 8 deri në ora 4 në orar administrativ. Vetëm muajt e verës sepse i marrin pasdite prej orës 5 deri në orën 8, duke dashur me u përshtatë edhe në pas më tepër mundësinë bashkëadhëtarë që të vinë gjeneratat e reja që të njohin më tepër me trashëgiminë tonë kulturore. Zakonisht nxënësat, do thotë vizita e shkollave e rrit numrin e vizitorëve, domethënë maji edhe tetori janë ato periudhat e varësisht edhe prej kurikulës arsimit, se si kanë me kurrikul të arsimit plan programet që vijnë vizita në objekte të trashëgimisë kulturore, ajo edhe reflektohet mandej me rritjen e numrit të vizitorëve, por edhe koha e turistave, ku vjeshta apo pranvera vendshme ka më tepër turista të huaj që vizitojnë Kosovën apo edhe vetë shtetin e Gjakovës, kanë kohë edhe për vizitë të muzeut, dhe atëherë janë vrejhet. Normalisht është karakteristikat e vetë objektit, sepse shtëpia është një shtëpi unike, ka një karakteristikë të veçantë arkitektonike, ku e veçantë do të thotë kjo çardaku rrethor bën shumë interesante shtëpinë, se nuk e hasin tek shtëpitë tjera tradicionale në për qytete tjera. Do thotë ajo është më interesant, mandej dekoret që i ka brenda dhomave nëpër plafone, ndikojnë tek ajo që i bën më interesante. Zakonisht prezantohet do thotë veshje të ndryshme dhe zeze të ndryshme, është veshja e Hasit që është mjaft interesante, por edhe veshja e Dugaxhinit që ju duken interesante këto motive të ndryshme të paraqitura në veshje. Varësisht edhe prej fushës që kanë vizitorë, ka dikush që kanë fushë studimore, për vizitë studimore janë të interesuar më tepër, dikush në mënyrë gjenerale ka dalë me vizitu qytetin e Gjakovës, pjesën e vjetër të qytetit. Ndoshta një handicap është lokacioni, për shkak se është pak më i veçuar prej qashisë vjetër apo pjesës vjetër të qytetit, por ata që kanë kohën
më të gjatë për me vizitu qytetin, ata gjithsesi vinë, vizitojnë muzeun dhe kanë ku me qëndru me bo një ujë pak më gjatë.